تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej vazhdojmë me leximin dhe shpjegimin e këtij libri të çmuar, të shkurt, të quajtur Usulus Sunne, bazat e sunetit, të autorit Ebu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, i cili ka lindur vitin 164 dhe ka vdekur vitin 241 të hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë dhe të gjithë dietarët e umetit. Allahu na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët, muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në këtë libër, pra të shkurt dhe me vlerë të madhe, ku përmend autori rahimahullah me të vërtet bazat e islamit dhe rrugës së sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi arritur në një çështje tjetër që është janë prej çështjeve të besimit në ditën e gjykimit. Ka thënë autori rahimahullah: "Wal imanu bil mizani yawm al qiyamah kama jaa yuzanu al abdu yawm al qiyamah fala yazinu janaha ba'uda wa tuzanu a'malu al ibadi kama jaa fi al athar." Pra, gjithashtu është besimi në mizan, në peshoren, ditën e gjykimit, siç është përmendur, siç ka ardhur, do thot në tekstet e Kuranit dhe Sunetit. Peshohet robi në ditën e gjykimit dhe dikush prej robërve, do të thonë, nuk peshon as sa krahu i mushkonjës, dhe peshohen veprat e robërve, siç është përmendur në ether, do të thonë siç është transmetuar në hadith. Dhe ka thënë: "Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu amman radda dhalik wa tarku mujadalatihi." Edhe është besimi në këtë, pohimi i kësaj dhe largimi prej secilit që refuzon këtë besim dhe largimi prej polemizimit me ta. Pastaj thot: "Wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibada yawm al-qiyamah laysa baynahum wa baynahu tarjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi." Gjithashtu se Allahu i uflet robërve në ditën e gjykimit dhe mes tyre dhe Allahut nuk ka përkthyes. Besimi në këtë dhe vërtetimi i kësaj. Pra në këto pika, si që shohim në secilin pik, Imam Ahmedi rahimahullah e fillon me wal imanu, do të thonë dhe imani, dhe të gjitha këto kujt i shtohen, a dini? Do të thonë kur thot dhe besimi në mizan, dhe besimi se Allahu flet robër. Do të thonë fillimi, me fillimin, që ka thonë, bazat e sunetit tek ne janë. Dhe ka fillu kjo, dhe do të thonë gjithashtu këtu është prej bazave të sunetit. Dhe kur thuhet bazë e sunetit, do të thonë është një çështje për të cilën ka argumente të shumta, të grumbulluara nga libri i Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë çështje kanë kundërshtuar njerëz të devijuar. Do të thonë për këtë shkak dietarët i kanë mbledhur këto baza
ku tregohet do thot ata që kanë kundërshtuar në këto tema janë prej njerëzve të bidatit dhe devijimit. Duhet ta dim njëherë se besimi në ditën e gjykimit është padyshim prej bazave të Islamit, edhe është prej bazave të imanit. Edhe kush e kundërshton besimin në ditën e gjykimit, ai ka dalë prej Islamit, nuk ka asnjë grimcë të Islamit tek ai. Do të thonë ai që kundërshton ose nuk beson në ditën e gjykimit, nuk ka besuar në asnjërin prej shtyllave të imanit. Nuk beson as në Allahun, as me lajket e kështu me radhë. Do të thonë ka dalë krejtësisht prej Islamit. Mirë po, njerëz të bidatit thonë ne besojmë ditën e gjykimit. Mirë po, ka disa çështje që janë të vërtetuara në Kur'an dhe Sunet se do të ndodhin ditën e gjykimit, të cilat këta njerëz bidatit i mohojnë. Kurse ju e dini, keni mësuar në temat e akides se besimin ditën e gjykimit çka përfshin. Çka përfshin besimin ditën e gjykimit? Do të thonë përfshin besimin në ringjallje, edhe çdo gjë që ndodh pas vdekjes, edhe çdo gjë që ndodh në ditën e ringjalljes. Do të thonë që është përmendur në Kur'an ose në Sunet. Do të thonë çdo gjë që është përmendur në Kur'an ose në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ndodhit që i ndodhin njeriut, individit, do të thonë pas vdekjes dhe deri në ditën e besimin në jetën e varrit, edhe pastaj dita e shkatrimit të krijesave, pastaj dita e ringjalljes, do të thënë edhe çdo gjë që ndodh pas ringjalljes, llogaritja, mizani, sirati, haudi, do të thënë gjitha ato janë pjesë e besimit do të thënë kësaj shtyllës së imanit, el imanu bil yawmil akhir, do të thënë besimi në ditën e fundit. Do të thënë gjitha bëjnë pjesë në këtë. Por njerëz të bidatit nuk thonë ne nuk besojmë ditën e gjykimit. Por thonë, besojmë ditën e gjykimit, besojmë ditën e fundit dhe besojmë ringjallje. Mirë po kanë mohuar shumë çështje prej çështjeve të ditës së gjykimit, që janë vërtetuar në Kur'an dhe Sunet. Dhe sigur të kishin thënë nuk i besojmë ditës së gjykimit, atëherë askush nuk i kishte llogarit se janë musliman. Mirë po ata thonë, besojmë ditën e gjykimit, por fusin dyshime për ndodhitë e ditës së gjykimit. Fusin dyshime, do të thonë një prej këtyre është kjo, do të thonë besimi në peshoren ose mizan. Ata e mohojnë, edhe gjithashtu siratin e mohojnë shefatin, e mohojnë haudin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë shumë çështje duke thonë se hadithet që e vërtetojnë këtë çështje janë ahad. Edhe ju besoj e dini dallimin mes hadithit ahad dhe mutawatir. Hadithi mutawatir është që transmetojnë një grup i madh i transmetuesve, për të cilën, do të thënë numri i madh i transmetuesve nuk le dyshim që ka mundësi dikush të ketë gabuar ose të ketë gënjyer, ose gjithë ky numër i madh të jenë marrë vesh ta bëjnë të njëjtin gabim ose të njëjtën gënjeshtër. Kurse hadithi ahad është në shkallë më poshtë se kjo. Do të thonë ka që transmeton një transmetues ose disa 2, 3, 4, do të thonë një numër i vogël. Kjo quhet ahad. Pra bidatxhit thonë hadithi ahad nuk mund të pranohet për çështje të besimit. Edhe thonë se hadithi ahad nuk sjell dituri të sigurt. Por maksimumi që vjen nga hadithi ahad është hamendja. Do të thonë që ka mundësi që me të vërtetë e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë. Kështu thonë. Dhe hamendja nuk mund të merret për çështje të akides. Ku ti marrim çështjet e akides? I marrim në hamendjet e tyre. Do të thonë atyre si merr mendja, si hamendja. Jo siç është transmetuar me transmetim sahih. Kurse njerëz të Islamit dhe Sunetit, dietarët e Sunetit, janë të pajtimit se hadithi ahad është argument për akide dhe për fiqh, edhe për besim edhe për praktik, njësoj si, do thotë, nëse është sahih, nëse i plotson kushtet që të jetë hadith sahih ose hasan, do të thonë i besueshëm, atëherë pranohet njësoj si hadithi mutawatir, edhe njësoj si edhe ajeti.
thotë fuqia e argumentimit fuqia e argumentimit, do të thonë fuqia e hadithit për të argumentuar është e barabartë me ajetin e Kuranit, nuk ka dallim. Aleikum selam. Nuk ka dallim, do thotë, sepse të dyja janë shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Kurse fuqia e argumentimit detajeve shpesh herë në hadith është më fuqishme dhe më detajuar se sa në Kur'an. Do të thënë, prandaj ka thënë Omeri radhiyallahu anhu kur të debatoni me njerëz të bidatit, debatoni me sunet. Do të thënë, përmendni hadithe, sepse ajetet ka mundësi i komentojnë në mënyra të ndryshme, kurse hadithi është më preciz. Për këtë shkak, njerëzit e bidatit kanë pas pengesë të hadithi. Prandaj kanë futur dyshim në këtë mënyrë, kanë thonë kjo është ahad. Kurse ahad, do të thënë një njeri që e ka transmetuar, ai mund të gabojë, mund të harrojë, mund të përzihen çështjet, mund të jetë që ka gënjy në këtë rast që nuk e kemi zbuluar kështu me radhë. Këto janë dyshimet e tyre, por këto nuk kanë bazë. Se njëherë Allahu subhanahu wa taala na ka dërguar një pejgamber. Do të thënë e gjithë feja transmetuar nga Allahu është me ahad, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur e shohim praktik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shumë çështje, pra ka dërguar nga një person ose nga dy veta në vende të ndryshme që të transmetoj komplet islamin, edhe akiden, edhe fikhun, edhe ligjet, edhe moralin, çdo gjë që përfshin islami, ka dërguar për shembull Muadh ibn Jabelin në Yemen, ka dërguar në vende të ndryshme lajmtar ose transmetues, do të thënë prej sahabeve, edhe kjo tregon se është argument hadithi ahad. Pastaj e shohim, do të thënë, kujdesin e sahabeve dhe fuqinë në vërtetim, do të thënë verifikim të lajmit, edhe nëse ka pasur dyshimin më të vogël, ka shku ka prej sahabeve që kanë udhëtuar deri në Egjipt për shembull, edhe ka thonë këtë hadith e kam dëgjuar vetëm unë edhe ti nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama përsërit edhe një herë, do të thonë që të jetë hifdhi, pra memoria të fuqizohet me përsëritje kështu me radhë. Pra për ato nuk ka dyshim, por qëllimi është se njerëzit e bidatit fusin dyshime në hadithet. Dhe duhet ta kuptojmë se shumica e haditheve, si thonë disa, përmi 90% të haditheve janë ahad. Kështu që me këtë, ata janë çliru nga 90% prej argumenteve. Edhe atëherë hadithin nuk e marrim. Kuranin kam thonë, nëse nuk pajtohet me logjikën, nuk mund ta pranojmë. Edhe kemi përmendur këtë çështja se Kurani është fjala e Allahut. Nëse kanë ardhur njerëz, domethënë awami muslimanëve, nuk e pranojnë këtë fjalë. Si ta pranojmë logjikën tonë, mos e pranojmë fjalën e Allahut. Atëherë kanë thonë kjo nuk është fjala e Allahut, kjo është se Allahu nuk flet, kjo është e krijuar. Edhe tash do të flasim për këtë. Domethënë kjo që e lexon ti është krijesë, edhe mendja ime është krijesë. Mendja është më e fuqishme se vetëm këto fjalë, do të thonë, në këtë mënyrë që ti largojnë njerëzit nga argumentet. Dhe kjo nuk është diçka që ka ndodhur vetëm në histori, se përshos se çuditëri shumë, ndodh çdo ditë në kohën tonë, edhe për njerëzve që pretendojnë sunetin, edhe për njerëzve që pretendojnë se luftojnë për të gjykuar me ligjin e Allahut, mirë po kur vjen hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sjellin logjikën. Do të thënë, do të flasim tash për këtë më detaje. Do të thënë, janë këto ka njerëz të bidatit, na kanë thonë, edhe thonë, pse merreni me librat, do të thënë para 1000 vjetëve. Ajo është për periudhë tjetër, tash ka ndodhi tjera, nevoja tjera kështu me radhë. Kurse realiteti është se këto devijime që kanë ekzistuar para 1000 vjetëve, të njëjtat ekzistojnë sot, me emra të ndryshme, me amballazhe të ndryshme, mirë po, devijimi është i njëjti. Dhe ne kemi obligim ta mësojmë fenë tonë, me të cilën do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Edhe ti luftojmë të gjitha devijimet që i mvishen fesë. Do thotë kjo është prej luftës më të rëndësishme. Diçka që
thuhet në emër të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë vishet fesë Allahut, edhe heshtja për këtë është tradhtia më e madhe, edhe është prej mëkateve më të mëdha. Do thotë kur e sheh njeriu individualisht që gabon diçka, ne kemi obligim që ta përmirësojmë. Pra Allahu na ka urdhëruar me urdhër të prerë që të jemi prej atyre që urdhrojnë për të mira dhe ndalojnë prej të këqijave. Përndryshe, të gjithë njerëzit janë të shkatrum, edhe të humbur. Ka thënë Allahu, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq. Do të thonë përveç atyre që besojnë, bëjnë vepra të mira dhe porosisin njëri tjetrin. Do të thonë vazhdimisht urdhrojnë për hak, për të mira. Do të thonë nëse bëhet fjalë për vepra të individëve, pra kur e sheh njeriu në gabim, urdhron për të mirë, e këshillon për të drejtën, e porosit për hakun, e porosit për durim. E çka nëse e sheh që dikush flet në emër të fesë Allahut, edhe i vesh fesë Allahut diçka që nuk është prej saj, edhe si është këtu qëndrimi, kurse njerëz tjerë besojnë, edhe mendojnë se kështu është feja, edhe atëherë padyshim se obligimi për ta sqaruar të vërtetën është edhe shumë fish më i madh. Pra, në lidhje me këtë çështjen, pra flasim se i kanë mohuar hadithet ahad. Dhe është interesant se ka për çështje, për shembull për shikimin e Allahut kemi folur se do ta shohin robrit Allahun, ose për fjalët e Allahut e për tjera, hadithet janë mutawatira, do të thënë hadithet shumta, kurse ata pretendojnë se janë ahad. Nëse nuk kanë rrugdalje që thonë se është mutawatir, thonë nuk është i qartë, edhe e qartësojmë me logjikën tonë. Kurse për Kur'anin nuk ka mundësi askush të diskutojë se padyshim se është mutawatir. Do të thënë gjithë armiqt e lloj-llojshëm nuk mund të mohojnë besueshmërinë se Kurani është transmetuar në mënyrë mutawatir, do të thënë me transmetues me numra të marramendës, do të thënë secilën gjenerat, shumë njerëz, do të thënë që s'ka mundësi, edhe kur shihet se të gjithë e transmetojnë të njëjtën mënyrë, do të thënë nuk ka mundësi të jetë tjetër përveç se hak, do të thënë edhe gjithashtu është kjo prej mrekullive të kësaj feje, edhe prej mrekullive të Kuranit, se asnjë lloj libri dhe asnjë lloj fjale nuk është transmetuar në këtë mënyrë. Mirë, për Kuranin nuk mund të thonë se nuk është mutawatir, por thonë nuk është i drejt për drejt. Për shembull, ky ajet ka, do të thënë, kuptime tjera kështu, ose ka një çështje tjetër që thonë se argumenti për akide duhet të jetë qat'iyu dalala edhe qat'iyu thubut edhe qat'iyu dalala. Do të thonë i prerë në autenticitet, do të thonë pa dyshim se është autentik, duhet të jetë, kështu që hadithet ahad nuk janë sipas bidatxive. Do të thënë hadithi ahad nuk është autenticiteti i prerë, i pa dyshimt. Ka fusin dyshim për këtë. Dhe të jetë qat'iyu dalala, do të thënë edhe kuptimi të jetë i prerë, i drejt për drejt. Atëherë Kurani është i prerë në autenticitet, por nuk është i prerë në kuptim. Edhe çka mbetet për argument, vetëm logjika e tyre sipas epsheve dhe dëshira. Prandaj dietarët i kanë quajtur ahlul bid'i wal ahwa, do të thënë njerëz të bidatit dhe epsheve ose ëndjeve. Do të thënë si kanë qef ata vetë, jo si thot Kurani. Këtë çështje ka quajtur Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah taghut. Do të thënë ky është një taghut me të cilën e shkatrojnë fein. Në librin që quhet As-Sawa'iq al-Mursala 'ala al-Jahmiyah wal-Mu'attila. Do të thonë rrufet e lëshuara mbi xehmit dhe mohuesit e cilësive të Allahut. Në kështu e kanë quajtur refuzimin, sigur Ibn Qayyim, do të thonë, në këtë mënyrë e ka quajtur refuzimin kundër bidatxive. As-Sawa'iq al-Mursala, do të thonë rrufe për të shkatruar, ose ka tjetër ijtima' al-Juyus al-Islamiyya, do të thënë bashkimi ushtrive islame për të luftuar xehmit edhe al-Mu'attila wal Jahmiyya, ashtu është. Do të thënë për të shkatruar ata dyshimet e tyre kështu me radhë. Pra me këto emra i kanë quajtur, kjo është ashpërsia në të shprehur e dietarëve të vjetër.
kurse nëse i shohin dietarët e sotëm që i akuzojnë se janë shumë të ashpër, nuk kanë as 1%, si thotë Sheikh Rabi, as 1/10 të ashpërsisë që kanë pasur selefët. Pra qëllimi është se do të thonë kuptohet se secila pozitë ose secila çështje e ka gjykimin e vet. Do të thonë edhe daveti duhet bëhet me të butë, nuk ka dyshim. Mirë po, vendosmëria edhe ashpërsia në vendosmëri për të refuzuar secilin që i ngjit fesë diçka që nuk është prej saj, do të thonë kjo është ajo që kërkohet. Edhe shembujt në librin e Allahut edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shumt. Mirë ka thënë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah në temën El Fasl Ar-Rabi' wal-20, pra tema 24, fi dhikri at-tawaghit al-arba' allati hadama biha ashabu at-ta'wil al-batil ma'aqil ad-din. Do të thonë tani këtu i përmend 4 tagutat me të cilat njerëz të bidatit edhe devijimit duan të shkatrojnë, do thotë, si më thon, kështjellat e Islamit. Do thotë këta janë 4 taguta që ato bazat e fuqishme të Islamit, ata i sulmojnë me këta taguta. Wantahaku biha hurmat al-Quran. Edhe me këto taguta e kanë shkelur shenjtrinë e Kuranit. Do të thonë respektin edhe vlerën që besimtarët e kanë për Kuranin. Do të thonë me këto rrugë këta bidatxhit, do të thonë e kanë shkelur. Wa mahau biha rusum al-iman. Edhe i kanë fshi shenjat e imanit. Do të thonë me këto mënyra. Edhe ka përmendur prej tyre ka thonë një taguti i parë, qauluhum inna kalam Allahi wa kalam rasulihi adillatun lafdhiyya la tufidu ilman wala yahsulu biha yaqin. Kan thonë fjala e Allahut edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë argumente teorike, do të thonë vetëm fjalë. Pra nuk sjellin dituri të prerë edhe bindje, dituri bindse. Tjetër kanë thonë inna ayat as-sifat wa ahadith as-sifat majazat la haqiqata laha. Do thonë gjitha ajetet dhe hadithet që flasin për cilësitë e Allahut janë alegori, nuk janë kuptimi i vërtetë. Do thonë këtë janë kuptime alegorike. Tjetri tagut është që kanë thonë أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول. Përmend këtu Ibn Qayyim këtë kusht, do të thonë kemi transmetime të sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto transmetime i ka pranuar gjithë umeti, i kanë transmetuar njerëz të drejtë këto hadithe. Mirë po këta kanë thënë la tufidul ilm. Këto argumente nuk sjellin dituri bindse, sepse janë ahad, do të thonë edhe janë të dyshimta. Ghayatuha an tufida dhann. Do të thonë maksimumi që e japin këta është hamendje. Do të thonë për të dyshuar, do thotë. Dhe i katërti ka thonë idha ta'arada al-aqlu wa nusus al-wahy akhadna bil-aqli wa lam naltafit ila al-wahy. Nëse bie kundërshtim logjika me tekstet e wahjit, Kuranit dhe Sunetit, atëherë e marrim logjikën dhe nuk i përfillim, do të thonë, argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Këto janë bazat, do thotë kush do të jetë bidatxhi, duhet me këto baza të ecë. Patjetër, do thotë e sjell logjikën, e sjell argumentin edhe logjikën. Do thotë si ka mundësi këta që thonë kështu, dhe më thonë, sjellin e paraqesin pejgamberin si tuc. Atëherë nuk ma pranon mu logjika. Atëherë refuzojmë këtë hadith. Kjo është, pra kush do të jetë bidatxhi, duhet këtë rregull mos e humbe. Do thonë që çdo herë logjikës i japin përparësi dhe japin krahasime. Edhe shembuj, kurse Allahu ka thënë fala tadribu lillahi al-amthal. Mos i sillni shembuj Allahut. Do të thonë Allahu urdhron ti sjell shembull. Po kjo nëse është kështu, e kjo që është kështu si me bë dhe krahasime. Kush është i pari që i ka bërë këto krahasime? Kush ta merr? Ha? Jahudi, shejtani. Para jahudive, Iblisi.
I pari, do të thënë ky devijim është që nga krijimi i Ademit alayhis salam. Dhe kjo dhënia përparësi logjikës dhe me krahasime dhe shembuj. Do të thënë i pari, thotë Ibn Qayyim këtu te Sawaikul Mursala, e kam hap këtu, do të thënë librin. Sjell shumë, pra thotë shehu i tyre ose mësuesi i tyre është Iblisi, i pari. Edhe kjo është argument se është mësuesi i tyre. Do thotë ka argument se me të vërtetë Iblisi është mësuesi i tyre. Se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, pra shejtanët i frymëzojnë miqtë e tyre që të polemizojnë me ju, li yujadilukum. Do të thënë ata i sillin këto këtë shembull, do të thënë që të polemizojnë me pasuesit e pejgamberëve, me pejgamberët dhe pasuesit e pejgamberëve. Sillin shembuj, do të thënë i pari që ka sjell, ka ardhur urdhri nga Allahu. Bëni sejdë Ademit. Edhe çka ka thënë Iblisi? Logjikën tash. Ky është urdhër nga Allahu, mirë po logjika ime thotë, unë jam më i mirë. Dhe logjikisht, ai që është më i mirë, në pozitë më të lartë, nuk duhet me i bë sejdë atij që është më poshtë. Ashtu? Edhe kjo është logjika e parë e Iblisit, që më në fund thotë Ibn Qayyimi, është më fuqishme se logjika e këtyre që i kundërshtojnë këto bidatxhitë e kësaj. Kjo, do të thonë, më shumë ka bazë se sa logjika e këtyre të kohës sonë. Do të thonë se pra kjo është një herë çështja e parë që ka thonë, unë jam më i mirë. Edhe më i miri nuk i bën sejdë atij që është më i dobët. Edhe tjetri, tash për ta vërtetuar se është më i mirë, çka ka qenë logjika e Iblisit, se mund ke kriju prej zjarrit. Do të thënë, atëherë zjarri është më i vlefshëm, kurse dheu më i ulët. Kështu ka qenë logjika e Iblisit, po kjo nuk është e vërtetë. Me këtë, do të thënë, e ka refuzuar urdhrin e Allahut. Pra urdhri i Allahut shikoni, do të thënë, kur ka ardhur ky urdhër, krijesat janë ndarë në dy grupe. Një grup që logjikën e tyre ja kanë nënshtruar urdhrit të Allahut. Edhe ata janë melaiket. Kurse grupi tjetër, Iblisi, i cili urdhrin e Allahut e ka nënshtruar nën logjikën e tij. Edhe e ka përpunu, do të thënë, urdhrin e Allahut me logjik. Atëherë pasi mos ma pranon logjika, atëherë unë nuk i bindem. Do të thënë, kështu është logjika e nxënësve të Iblisit. Pra mu logjikisht kjo nuk mundet me qenë, atëherë e refuzoi. Dhe hala më e çuditshme është se këta njerëz që centrojnë logjikën kanë pru arsyetime për Iblisin. A dini? Do të thënë, kam thonë se ai ka kuptuar se është urdhri, do të thënë urdhri ka qenë i përgjithshëm dhe ai ka kuptuar se ka dikush që përjashtohet nga urdhri. Do të thënë, kjo është një prej komentimeve që kanë dhënë njerëz e bidatit. Do të thënë, për ta mbrojt logjikën, e kanë arsyetuar Iblisin. Disa, po nuk ja vlen t'i përmendim, do të thënë, disa pika kanë thonë pse Iblisi do të thotë ka qenë i arsyetuar që i ka dhënë përparësi logjikës. Mirë, do thotë, kjo është çështja që ta kuptojmë, do të thënë, tani ne këtu mësojmë çështje të akides. Edhe padyshim, elhamdulillah, kemi mësuar shumë herë, edhe i dim, do thotë e dim për mizanin, kemi mësuar edhe raste tjera. Mirë po me rëndësi është ta mësojmë edhe menhexhin që buron nga akidja, do thënë se si duhet të sillemi me argumentet, me urdhrat e Allahut dhe urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe si duhet, do të thënë, logjika, epshi, ëndja, dëshirat e njeriut, të gjitha të jenë të nënshtruar ndaj asaj që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajo që ka ardhur nga Allahu është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë, ka thonë Allahu, çdo gjë që pra wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dhe nuk flet nga mendja e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por çdo gjë që flet është vetëm shpallje që i shpallet. Dhe gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më zhdon Kurani dhe tjetra që është njëjtë si Kurani. Do të thënë gjitha është shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Pra ka thonë Ibn Qayyim, fa hadhihi at-tawaghit al-arba'
hiya allati fa'alat bil islami ma fa'alat. Do të thonë këto 4 taguta që i përmendi janë ato që ja kanë bërë islamit këtë që ja kanë bërë. Do të thonë këto janë ato që e kanë shkatruar islamin dhe i kanë dobësu musliman dhe kanë sjellë përçarje. Kurse luftimi këtyre tagutëve e bën të kundërtën, e mbron islamin, i fuqizon muslimant dhe e bën bashkimin e vërtetë. Dhe po, do të thonë kanë bërë dëme të shumta, i kanë fshi simbolet e islamit, i kanë largu shenjat e islamit, i kanë shkatru bazat ose themelet e islamit dhe e kanë humbur të njerëzit shenjtërinë e teksteve të Kuranit dhe Sunetit. Kjo është ajo për cilën do të thonë e kanë humbur shenjtërinë e teksteve të Kuranit dhe Sunetit në zemra. Pra kështu e shifni ju, me bidat gjithë nëse flet, i thu, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka atë shenjtëri. Dhe kurse Allahu ka thonë, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Do të thonë mos dilni përpara Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sawti. Gjithashtu ka thonë mos e ngrini zërin mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se rezultati është në tahbata a'malukum, do të thonë sepse do t'ju azgjësohen veprat. Thotë nëse është vetëm intensiteti i zërit kur flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe flet dikush tjetër, është shkak për shkatrimin e veprave. Atëherë si është që logjika e dikujt tjetë, do të thonë të jepet përparësi më lart se ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se veprat azgjësohen. Edhe thot Ibn Kaimi, do të thonë secili që argumenton me një argument nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta njerëz strehohen të njëri prej këtyre tagutëve. Do të thonë kjo që me cilën e refuzojnë argumentin nga Kurani dhe Suneti. Edhe e merr atë përmburoj, do të thonë me cilën pengon nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu me radhë, do thotë, prandaj po thotë mirë po, Allahu me fuqinë dhe me dhuntinë e tij ka sjell njerëz të cilët i kanë thyer dhe i kanë shkatruar këta taguta një nga një. Do të thonë që janë këta njerëz që i kundërshtojnë tagutat dhe i coptojnë, i grisin edhe i shkatrojnë, janë trashëgimtarët e pejgamberëve, që janë dietarët. Edhe këta ndihmës ose luftëtar ansarullah, do të thonë ushtritë e Allahut dhe ndihmësit e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë bërtasin kundër pasuesve të këtyre tagutave, do të thonë bitaxhive. Në secilin vend të botës edhe i gjuajnë me ato, si thonë këtine, me lajket që ka i gjuajnë me meteorë, po me kometa, do të thonë me kometat e wahjit, pra si me lajket në qiell edhe dietarët në tokë. Ata i gjuajnë shejtanat prej xhinëve, kurse dietarët në tokë shejtanat prej njerëzve. Pra kështu thotë Ibn Kaimi, i gjuajnë me këto kometat e wahjit, dhe po ashtu me argumentet logjikës, se realiteti është se logjika është në përputhje me wahjin. Nuk ka mundësi logjika të jetë në kundërshtim, dhe Imam Ibn Taymija ka shkruar një libër madhështor, me shumë vëllime, që flet, do thotë, për mohimin e kundërshtimit mes wahjit edhe logjikës. Nuk ka mundësi logjika e saktë të kundërshtohet me atë argument që është i saktë. Do të thonë që është ajet i Kuranit ose hadith sahih. Nuk ka mundësi logjika të vijë në kundërshtim me ato asnjëherë. Edhe Ibn Kaimi thotë do të flas për këta taguta një nga një. Pra flet në këtë libër edhe me fjalë shumë të fuqishme. Po, do thotë kjo një prej çështjeve në të cilat kanë bërë zhurmë njerëz të bidatit është çështja e besimit në mizan. Edhe shikoni këtu si thot Imam Ahmedi, do thotë imani, besimi në këtë pikë, pra besimi i peshores,
është prej bazave të sunetit, dhe prej bazave të sunetit është largimi prej atij që refuzon këtë besim dhe largimi prej polemizimit me ta. Domethënë nuk ka nevojë me polemizu me ta. Vetëm thot mjafton ajetet dhe hadithet. A ka thënë Allahu kështu? Atëherë ti çka sjell argumente iblisore, të iblisit, domethënë ato mbaj për vete. Argumentet nga Kurani janë të shumta. Ka thënë Allahu: "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah, fala tudhlamu nafsun shay'a." Domethënë i vendosim peshoret e drejtësisë në ditën e gjykimit dhe askujt nuk i bëhet asnjë grimc pa drejtësi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Edhe nëse është domethënë një vepër që është sa një grimc, ne e sjellim ata dhe mjafton që ne jemi llogaritës. Po ashtu ka thënë Allahu: "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Domethënë ata që i kanë peshoret të rënda, domethënë peshore me vepra të mira, ata janë të shpëtuarit. "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Kurse ata që i kanë peshoret e lehta, ata janë që e kanë humbur vetveten dhe janë përgjithmonë në xhehenem. Po ashtu ka thënë Allahu: "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah." Domethënë ai që i ka peshoret e rënda, ai është në jetë të lumtur dhe të kënaqshme. "Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Domethënë ata që i kanë peshoren e lehtë, ata e kanë vendbanim xhehenemin. Dhe ajete të tjera, domethënë ajete të shumta që e thon këta. Këto peshore janë peshore reale, që kanë dy anë, edhe ka gjuhë që i thuhet, domethënë që e tregon atë realitetin, domethënë ku ka arritur pesha, edhe gjithashtu ka gjuhë që flet. Domethënë këto janë cilësitë e këtyre peshoreve. Dhe në këto peshore maten ose peshohen veprat e robërve, edhe peshohen vetë njerëzit. Dhe gjithashtu peshohen regjistrat e veprave. Domethënë ka 3 çështje që peshohen në peshoren ditën e gjykimit. Peshohet njeriu, edhe peshohet veprat edhe fjalët e tij, peshohen, dhe peshohen regjistrat me vepra që i ka. Edhe për këto do të shohim argumentet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që është në 2 sahihet, Buhari dhe Muslim, edhe ky është këta 2 libra janë prej librave që i gjithë umeti i ka pranuar si të vërtetë. Edhe prandaj ky është argument edhe tjetër fuqizues për këto hadithe, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tajtami'u ummati ala dalale." Do të thonë umeti nuk bëhet unanim në devijim. Pra kur i gjithë umeti pa kundërshtim pranon një gjë, do thotë se ajo nuk është devijim. Pra në 2 sahih transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fi al-mizan." Do të thonë 2 fjalë janë të lehta në gjuhë dhe të rënda në peshore. Do thotë maten këtu vepra, pra Habibetani ila ar-Rahman, dhe janë të dashurat e i gjithëmëshirshmi, subhanahu wa ta'ala. Dhe këto fjalë janë subhanallahi wa bihamdihi dhe subhanallahi al-azim. Po ashtu prej sunetit është argument hadithi që quhet hadithul bitaqa, do të thonë hadithi që tregon për fletushkën ku shkruhet fjala la ilaha illallah, transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah." Do të thënë Allahu do veçoj një prej njerëzve të umetit tim, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë prej gjithë njerëzve do ta veçoj njërin dhe atij do t'i sillen 99 regjistra me vepra të mira, me vepra të këqija, do të thënë 99 regjistra me mëkate. Secili regjistër është i gjatë sa i shohin syt. Dhe i thuhet atij
e tunkiru min hadha shay'an, a mohon diçka prej kësaj që është shkruar, e zalamaka katabati al-hafidhun, do thot atë kanë bërë pa drejtësi shkruesit e mi dhe kujdestarët, dhe thot la ya rab, do të thonë jo zotim, dhe thot e feleke udhrun, a ke ndonjë arsye tim për këto? Thot nuk kam o zot. Atëherë thot Allahu bala inna laka indana hasana, do të thonë ti ke një të mirë tek ne, është një mirë, fa innahu la dhulma alayka al-yawm, edhe sot nuk do të bëhet padrejtësi. Dhe atëherë nxirret një flet në të cilën shkruan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Edhe thot silli këto në peshore, dhe thot ky rob, o Zot, çka do të bëj kjo fletushk në krahasim me këta regjistra? Edhe thot Allahu innaka la tudhlam, do të thonë nuk të bëhet padrejtësi, do të matet çdo gjë në peshore. Atëherë vihen, do thot ata 99 regjistra në njëra anë të peshores, dhe kur vihet fletushka në anën tjetër, ajo i hedh sipër, do të thonë i fluturon ato regjistra, pra peshon shumë më shumë kjo fletushk që e ka tauhidin. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fala yathqulu ma'a ismillahi shay, do të thonë nuk ka mundësi asgjë ta mbipeshoj, si më thonë emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe këtë hadith e transmetojnë shumë prej dietarëve të Islamit, prej dietarëve të hadithit Tirmidhiu, Ibn Majah, Ahmed, të tjerë, do thot si Ibn Hibban, Hakim, e kështu me radhë, edhe hadithi është sahih. Do thot qëllimi është se në këtë hadith vërtetohet se peshohen regjistrat e veprave. Po ashtu argument që peshohet vetë njeriu është se ka thonë Imam Ahmedi, ka thonë tekstin e hadithit, do thot yuzanul abdu yawm al-qiyamah fala yazinu janaha ba'uda, do thot peshohet robin ditën e gjykimit dhe nuk peshon as sa krahu i muskonjës. Do të thonë kjo është pjesë e hadithit, edhe prandaj ka thonë kema jaa fil athar, siç është përmendur në athar, në transmetim. Edhe ky transmetim është në dy sahihet, po ashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'uda. Në ditën e gjykimit do të sillet njeriu i madh me trup të madh dhe i shëndosh në ditën e gjykimit, por nuk do të peshoj tek Allahu as sa krahu i muskonjës. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për argument, lexojeni fjalën e Allahut, fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Do të thonë atyre nuk japim asnjë peshë në ditën e gjykimit. Do thotë njeriu që pra vet njeriu nuk peshon nëse ka qenë mosbesimtar ose mëkatar i thelluar në mëkate. Nga ana tjetër ka njerëz që peshojnë shumë, edhe nëse kanë trupin e vogël, siç është përmendur në një rast kur Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka hipur në një dru për të marrë misvak për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë në dru që quhet Irak, edhe i ka pasur kam shumë të holla, kërcirin domethënë shumë të holl, edhe kur ka hipur në deg, ka fry një fry me letë edhe e ka lviz Abdullah ibn Mas'udin në anë të ndryshme, edhe kanë qesh ata që kanë qenë prezent. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun, pse qeshni? Kanë thonë ja nebi Allah min diqqati saqaihi, dhe të qeshim se i ka shumë kam të holla, domethënë shumë kërcirin e holl. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Do thotë pashat në dorën e të cilit është shpirti im, këto këmbë, domethënë janë në mizan më të rënda se kodra e Uhudit. Edhe besoj që e keni pa malin e Uhudit. Do thotë vetëm këmbët e Abdullah ibn Mas'udit që kanë qenë të holla, pra pesojnë më shumë se ai mal i madh.
Edhe këtë hadith, do të thënë, e kanë transmetuar shumë prej dietarëve të transmetimit. Gjithashtu në hadith tjetër është transmetuar nga Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yudau al-mizanu wa lahu kiffatan. Do të thënë do të vihet peshorja, mizani në ditën e gjykimit, dhe ai ka dy krah, si thon a di dikush, do të thënë tasave të peshorës. Ka në një fjalë të veçantë, do të thënë për ta. Jo veçantë, po diçka tjetër. Mirë, do thotë vihet peshorja e cila ka dy anë. Dhe ka thënë law wudi'a fi ahadihima as-samawati wal ardu wa man fihinna. Do thënë nëse në njërin anë vihen qiejt dhe toka, edhe çdo gjë që kanë to, ajo do t'i kishte mbajt. Do thënë i përmban ose ka vend për qiejt dhe tokën. Edhe çdo gjë që ka në qiej dhe në tokë ka vend të vendoset në njërin anë të mizanit. Dhe thonë me laiket, kur e shohin këtë peshore, thonë me laiket, men yazinu hadha. Atëherë thonë peshorët, kush ka mundësi ta rëndoj këtë? Do të thënë ajo është që mund t'i mbaj qiejt dhe tokën. Kush ka mundësi ta peshoj, do thotë këtë peshore? Thot Allahu, men shi'tu min khalqi, ato që unë dua prej krijesave të mia. Do të thënë kam do Allahu që t'i japë peshë dhe rëndësi. Atëherë me laiket thonë, ma abadnaka haqqa ibadatik. Do të thënë nuk të kemi adhuruar ashtu si meriton ti, o Zoti i Madhërisëm. Prandaj do thotë shohim argumentet nga libri i Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë e kemi obligim të besojmë, sepse kjo është shpallja nga Allahu. Edhe kemi obligim ti anashkalojmë dhe ti mos i përfillim ata që e refuzojnë këtë besim. Për këtë çka ka thënë Imam Ahmedi, pra këtu se është bazë e sunetit, besimi dhe vërtetimi i kësaj dhe largimi prej atyre që e refuzojnë këta, si dhe braktisja e polemizimit me ta. Pse polemizoj? Do të thënë kemi folur për polemikën nga fillimi prej bazave të sunetit. Shpresoj që e mbani në mend. Do thotë është për qëllim nuk polemizohet me formën e argumenteve të tyre. Mund t'i polemizohet, ti thush ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse e sheh që ka hapësirë për do të thënë interesim për hakun. Nëse e sheh që do veç polemik, edhe veç do me bë zhurmë, atëherë largohesh krejtësisht. Nëse e sheh që ka dëshirë për të kuptuar, i tregohen argumentet. Këto janë me të cilat ne polemizojmë. Do të thënë sillim ose argumentojmë. Libri i Allahut, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shpjegimi i tyre në bazë të shpjegimit të sahabeve dhe selefëve. Kjo, kurse kushdo me logjika të iblisit të polemizoj, nuk polemizojmë me të. Pastaj kjo është një çështje, do të thënë peshorja. Çështja tjetër është, ka thënë wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibada yawm al-qiyamah, laysa bainahum wa bainahu turjuman wal iman bihi wat tasdiq bihi. Gjithashtu çështja tjetër është se Allahu u flet robërve të tij në ditën e gjykimit. Edhe do t'i flasë njeriu në veçanti, secilit njeri, dhe mes tij dhe Allahut nuk do të ketë përkthyes. Do të thënë do t'i flasë Allahu direkt. Kjo fjala turjuman është thuhet edhe terjuman edhe turjuman. Do të thënë të dyja janë të sakta, si ka thënë Hafidh an-Nawawi. Edhe kjo çështje është prej çështjeve të besimit në ditën e gjykimit. Do thotë se Allahu do t'u flas njerëzve në përgjithësi edhe do t'i flas një nga një secilit. Do thotë kjo është pjesë e besimit në shtyllën e imanit, që është besimi në ditën e gjykimit. Do të thënë kjo është prej ndodhive të ditës së gjykimit. Kjo në këtë aspekt, dhe në aspektin tjetër, gjithashtu kjo çështje flet për cilësinë e Allahut të folurit, se Allahu flet. Edhe këtë cilësi
e kanë mohuar do thot njerëz të bidatit të dyja këto aspekte. Do të thënë kur bëhet fjalë për këtë çështje, ka aspekti i besimit në ditën e gjykimit, se kjo do të ndodhë, pra është pjesë e shtyllave të imanit, dhe aspekti i besimit në cilësitë e Allahut. Edhe kjo është pjesë e shtyllës së parë imanit, besimi në Allahun dhe besimi në cilësitë e tij. Yarhamukallah. Do të thënë kjo gjithashtu lidhet me këtë cilësi të Allahut, se besimi se Allahu flet. Dhe Allahu e ka këtë cilësi të përhershme. Do të thënë gjithmonë Allahu e ka pasur cilësinë e të folurit. Dhe kjo cilësi është cilësi sifa dhatije, do të thënë cilësi vetore, do të thënë që është cilësi e pandashme e Allahut. Gjithmonë Allahu e ka pasur këtë cilësi dhe është fi'lije gjithashtu, veprore, do të thënë që Allahu vepron me ta kur do dhe si do ai. Do të thënë kur do Allahu të flasë flet, dhe si do që ai të flasë flet, dhe i flet kuj do ai që t'i flasë. Do të thënë ky është besimi i Ahlus Sunnetit, besimi selefi, do të thënë në lidhje me cilësinë e të folurit të Allahut subhanahu wa taala. Argumentet për këta janë të shumta, po argumentet në veçanti se Allah do të flasë njerëzve në ditën e gjykimit janë gjithashtu shumë prej Kuranit. Ka thënë Allahu: "Wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tazumun." Do të thënë atë ditë do t'i thrasë Allahu mushrikët. Edhe do të thotë, ku janë ata ortakët që ju keni pretendu? Do të thënë ku janë tani t'ju gjykojnë ose t'ju mbrojnë? Edhe po ashtu në ajetet të tjera ku tregohet se Allahu flet njerëzve në ditën e gjykimit, edhe në hadithe, do të thënë tregohet se Allahu do t'ju flasë njerëzve, do t'ju flasë njerëzve në sheshin e gjykimit, edhe do t'ju flasë individualisht, dhe do t'ju flasë banorëve të xhenetit, ju thot, a doni t'ju shtoj diçka, a jeni të kënaqur me ato që ja kam dhënë? Do të thënë këto janë që ju flet Allahu banorëve të xhenetit. Dhe gjithashtu argumentet se Allahu flet vazhdimisht janë në hadithet shumta, se në këtë çështje njëherë xehmit e kanë mohu krejtësisht të folurit, edhe mu'tazilit kanë mohu se Allahu kanë thënë nuk flet. Dhe kanë pretenduar se kur themi se Allahu flet, do të thënë e përngjasojmë me krijesat. Edhe këtë e kanë refuzuar njerëz të sunetit. Pastaj kanë ardhur disa të tjerë, dhe këtë duhet ta kuptojmë çdo herë se njeri i sunetit është ai që i nënshtrohet plotësisht ajetit dhe hadithit. Jo që merr një pjesë vetëm. Ka ardhur Ibn Kullab dhe Ash'ari dhe Maturidi, do të thonë, ata kanë thonë, kanë pretendu se i refuzojnë mu'tazilit. Do të thonë, jo se cilin që e shihni se i refuzon bidatxhit, edhe automatikisht u bë luani i sunetit e kështu me radhë. Do të thonë, këta i kanë refuzuar mu'tazilit. Edhe kanë thonë se Allahu flet, si thoni ju që nuk flet Allahu. Mirë po çka kanë thonë, të folurit e Allahut është të folur shpirtëror, në vetvete, do të thonë. Kurse dhe kanë thonë nuk flet Allahu me shkronjë dhe me z. Nuk flet me z dhe me shkronjë. Kjo është do thotë për këtë shkak ata vazhdojnë mbeten bidatxhi edhe nëse i refuzojnë mu'tazilit. Do të thënë edhe vazhdojnë mbeten në bidatin e mu'tazilive, edhe pse pretendojnë se janë kundër tyre. Dhe argumentet se Allahu flet me z dhe me shkronja, do thotë, janë gjithashtu të shumta. Prandaj besimi e Ahlus Sunnetit është që Allahu flet me të folur real, të vërtet, me zë që e dëgjojnë krijesat. Kur do Allahu që ta dëgjoj, kush do prej krijesave të tij që ta dëgjoj. Një prej argumenteve është ajo që transmetohet në sahihet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kull laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir." Pra zbret Zoti ynë i lartësuar dhe i madhërisëm secilën natë në qiellin do të thënë
të parë ose më të ulët të tokës, kur mbetet 1/3 e fundit e natës, edhe thot, men yad'uni fa astajiba lah, men yas'aluni fa u'tiya, men yastaghfiruni fa aghfir lah. Do të thënë kush më lutet që t'i përgjigjem, kush kërkon prej meje që t'i jap dhe kush kërkon falje që t'a fal. Edhe ky hadith është i transmetuar me do të thënë transmetime të shumta. Po ashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu në 2 sahihet transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Do thotë zëvendësohen ose këmbehen tek ju melajket të ditës dhe melajket e natës. Wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr. Edhe ndrimin e bëjnë kur bashkohen të 2 grupet e melajkeve është në namazin e sabat dhe namazin e ikindis. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Pastaj ngrihen lart ato që kanë qenë gjatë natës me ju dhe Allahu i pyet kurse ai është më i dituri. Do të thoni pyet me fjalë edhe me za. Gjithashtu kjo është argument se Allahu është lart. Do të thonë me lajket ngrihen lart, edhe atëherë i pyet Allahu subhanahu wa ta'ala, kejfa taraktum ibadi, dhe thotë si lat robrit e mi, ata thonë me lajket, taraknahum wa hum yusallun, wa atejnahum wa hum yusallun. Do të thonë i lam duke u falur dhe kur shkuam i gjetëm duke u falur. Pra kjo cilësi është cilësi vetore dhe veprore e Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtu si të takon madhrisë së tij, pa përngjasim me krijesat e tij, sepse Allahu ka thënë lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, do të thonë se Allahu nuk është asgjë dhe ai është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Kanë thonë dietar të shumt kanë përmendur këtë çështje të akides, se do të thënë shumë kanë refuzuar ata që kanë mohuar shkronjën dhe zërin, si është Imam Abu Nasr as-Sijzi, i cili ka vdekur në vitin 444. Në libër që ka shkruar Ar-Raddu ala man ankara al-harfa was-sawt, do të thonë refuzim kundër atyre që e mohojnë shkronjën dhe zërin. Ka thonë i'lamu arshadana Allahu wa iyyakum, pra dijeni Allahu na udhëzoft ne dhe ju, se أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب. Thënë dijeni se nuk ka pasur kundërshtim mes krijesave, do të thënë mes njerëzve, nuk ka pasur, po marr parasysh që kanë pasur fe të ndryshme, askush prej njerëzve nuk ka thënë derisa ka ardhur Ibn Kullab, edhe Qalanisi, edhe Salihi dhe al-Ash'ari, wa aqranuhum, edhe shokët e tyre. Do thotë deri atëherë nuk kanë pas kundërshtim njerëzit në këtë çështje, derisa kanë ardhur këta, të cilët thotë yatadhaharuna bir-raddi 'ala al-mu'tazila wa hum ma'ahum, që janë shfaqur sikur i refuzojnë mu'tazilit, por janë me ata. Do të thonë këto janë fjalë të një njeriu që ka vdekur në vitin 244 të hijretit. Dhe nuk janë Sheikh Rebis, do të thënë kështu stil i selef, stili i Sheikh Rebis edhe dietarëve të sunetit secilës kohë është i njëjtë, si në kohën e tabiinëve, si në periudha të tjera, si në kohën e Ibn Taymiyes, si Ibn Qayyimit, si në kohën tonë, do të thënë është stili i njëjtë. Pra kanë thënë ata shfaqen sikur i refuzojnë mu'tazilit, por janë me ta. Bel e khassu halem minhum fil batin. Po bile edhe më të poshtër se mu'tazilit, më të ulët, do të thënë në realitetin e tyre, sepse kanë thënë en al-kalama la yakunu illa harfan wa sawtan dha ta'lifin wa ittisaq wa in ikhtalafat bihi al-lughat. Kanë thënë fjala, pra të folurit, duhet të jetë patjetër me shkronja dhe me zëra, që duhet të kombinohen. Edhe ato kur kombinohen dalin si fjalë, atëherë kjo
i mohohet Allahut, do të thënë nuk mundet me pas cilësi që kombinohen prej pjesëve të ndryshme kështu. Kjo është logjika e Mu'tazilive, të cilën e kanë thënë gjithashtu Esharit me mësuesit edhe pasuesit e tyre. Do thotë kjo është refuzim i fjalës Allahut me logjikën e tyre. Por ka thonë فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا. Kurse thot ijma ka të njerëz të mençur, ata që kanë mend edhe logjik, ka unanimitet se fjala duhet të jetë me z dhe me shkronja. Por kur është paraqitur Ibn Kullab dhe tjerë të llojit të tij, dhe janë munduar të refuzojnë Mu'tazilit me mënyra që janë të zhveshura nga argumentet. Do të thënë jo me argumente, por me logjik gjithashtu. Këta Kullabit dhe Esharit dhe të tjerë i refuzojnë Mu'tazilit gjithashtu me logjik, jo me Kur'an dhe me Sunet. Edhe për këtë shkak ka thënë wa hum la yakhbaruna usul as-sunnah. Kurse këta nuk i njohin, do të thënë nuk kanë erë në bazat e sunetit, këta njerëz, edhe pse refuzojnë një pjesë të bidatxive. Wala ma kana as-salafu alayhi, as nuk e din se cila ka qenë rruga e selefëve. Wala yahtajjuna bil akhbar al-warida fi dhalika. Edhe nuk argumentojnë me hadithet që janë transmetuar në këtë temë, sepse thonë se këto janë hadithe ahad. Dhe ato nuk sjellin dituri, do të thënë bindse. Prandaj Mu'tazilit i kanë ngushtu, i kanë vënë pozitë ngushtë, se kanë thënë a thoni ju se flet kështu, thot kështu. Kanë thënë jo, ashtu nuk flet, Allah nuk flet me za, po ajo është e folur me dorë, do të thënë. Ose me fjalë tjera, fjala e Sharive është se sqarimi i fjalës së tyre dhe Allahu është i lartësuar nga këto, mirë po ata pretendojnë se do thotë që Allahu ka mendime. Kjo është e folura shpirtërore. Do të thënë Allahu ka mendime, po nuk ka fuqi të shprehë ato me fjalë. Kjo është kuptimi i fjalës së tyre. Allahu na ruaj. Gjithashtu ka thënë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ka thënë qala Sheikhul Islam, pra ka thënë Sheikhul Islam, awwalu ma dhahara inkaru أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة. Hera e parë kur është paraqitur ky devijim, do të thënë që kanë pretenduar se Allahu nuk flet me z, është në shekullin e tretë. Se kur janë shfaqur xehmit dhe mohuesit e cilësive, në do të thënë kohën e khalifatit Ebul Abbas el-Ma'mun, dhe ata Mu'tazilit e kanë deviju khalifen, e kanë fut në mendimet e tyre. Atëherë, kurse deri atëherë kanë qenë të poshtruar dhe të shtypur, atëherë e kanë fitu përkrahjen e khalifës dhe i kanë detyruar njerëzit që ta thonë këtë fjalë. Edhe kanë thonë se Allahu nuk flet me z, as nuk jep kuptim, do të thonë, fjalë, edhe gjithashtu nuk shihet. Kjo do të thonë mohim i Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë nuk ka vend, edhe thonë nuk mundet mu pa, nuk është i dukshëm, do të thonë. Nuk mundet me fol, nuk dëgjohet fjala e tij, thotë nuk ekziston. Asgjë nuk kanë lënë prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Kanë mohuar që qëndron mbi arsh, kanë mohuar edhe diturin gjithashtu, kanë mohuar vullnetin e Allahut, e kanë mohuar urtësinë të urdhrat e Allahut, kanë thënë nuk ka urtësi. Po veç ashtu ka dashur Allahu me urdhëruar dhe kryet, do thotë. Dhe thot Ibn Taymija, pra, kur ka ndodhur kjo fitne, Allahu i ka përforcuar zëvendësit e pejgamberëve, edhe trashëgimtarët e pejgamberëve, me këtë trashëgimi që e kanë marrë, do të thënë diturinë që është transmetuar prej tyre, prej pejgamberëve, edhe e kanë ditur se
batili i këtyre ose devijimi i këtyre njerëzve është nifaq, është dyftyrsi, do të thonë kanë zëndeka në zemër, edhe shfaqen sigur njerëz të devotshëm, sigur e mbrojnë, e mohojnë përngjasimin nga Allahu subhanahu wa taala kështu me radhë, po në realitet ata i sjellin fjalët e mushrikëve dhe sabiinëve, do të thonë prej mohuesve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në realitet janë armiq të pejgamberëve, por pastaj janë shfaqur dietarët, ju kanë dalë përballë, do të thonë dietarët, trashëgimtarët e pejgamberëve, edhe e kanë bërë qartë se mëdhhebi xehmive është mëdhhebi i devijum. Edhe kanë kuptuar awami, shumica e muslimanëve kanë kuptuar se ata janë të devijuar. Atëherë thot, pasi u kuptu se xehmit dhe mu'tazilit janë të devijum, atëherë u shfaq Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab al-Basri. Dhe ai i pohoi cilësit si ehli suneti. Mirë po, dhe mohoj se ato, do të thonë, cilësi nuk janë të krijuara, do të thonë fjala nuk është e krijuar, ka thonë, pra i ka refuzuar xehmit dhe mu'tazilit. Mirë po, nuk e ka kuptuar mohimin e krijimit, do të thonë si duhet. Dhe ka thonë se dituria është e përhershme, e vjetër ata thonë. Bidatxhi, do të thonë, është dituria e vjetër. Edhe dëgjimi është i vjetër, dhe shikimi i vjetër, dhe të folurit i vjetër. Do të thonë ajo është cilësi e amshueshme e Allahut subhanahu wa taala. Por nuk flet fjalë të reja. Do të thonë kjo është fjala e kullabive. Dhe kanë thonë nuk imagjinohet që fjala e Allahut të jetë shkronja dhe zëra. Do të thonë kjo është hera e parë kullabit, do të thonë pasi është sqaru devijimi i xehmive, kanë dalë këta me një bidat më të sofistikuar, që t'i mashtrojnë në mënyrë tjetër muslimanët. Edhe kështu do thotë vazhdon sqarimi i devijimit të tyre. Por argumentet është gjithashtu këtë fjalë kanë refuzuar shumë prej dietarëve, edhe Imam Ahmedi edhe Buhariu gjithashtu. Edhe ka thonë Imam Buhari për t'i refuzuar këto, po ashtu ka me hadithe. Ka thonë, pra ka transmetuar në Sahihun e tij nga Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yahshurullahu al-ibad fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Do thot, Allahu i thret robrit në ditën e gjykimit me zë, të cilin e dëgjojnë ata që janë larg, si e dëgjojnë ata që janë afër. Domthon kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj po ashtu është transmetuar nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha takallama Allahu bil wahyi, kur të flasë Allahu me shpallë, kur flet Allahu fjalë prej shpalljes së tij, sami'a ahlus samawati shay'an, atëherë banorët e qiellit dëgjojnë zërin që flet Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe për këtë nga madhështia e fjalëve të Allahut, alivanosen me laiket. Edhe thot, fa idha fuzzi'a an qulubihim, kur largohet kjo, do të thënë frikë nga madhria, largohet, do të thënë kjo pasi i kanë dëgjuar fjalët e Allahut, wa sakana as-saut, edhe ndalet zëri. Ka thënë pejgamberi, do të thënë atëherë arafu annahu al-haq min rabbihim. Atëherë me lajket e din se kjo është e vërteta që ka ardhur nga Zoti i tyre, wa nadau, atëherë thrasin, madha qala rabbukum, çka tha Zoti juaj, dhe ata thonë vet qalu al-haqqa, thonë e ka thonë të vërtetën. Dhe kjo është pjesë e ajetit, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum. Do të thonë atëherë kur ti largohet ai tmerrimi nga zemra me lajkeve, atëherë thonë çka tha Zoti juaj, thonë e tha të vërtetën. Po këto janë disa argumente dhe thot shumë prej dietarëve kanë shkruar për këta, edhe siç është
kanë folë, do të thënë se Allahu flet me të folur të vërtet, real. Jo si kanë thënë të folur shpirtëror ose kështu, dhe flet me fjalë që i dëgjojnë krijesat. Kushdo Allahu që ti dëgjoj, ky është realiteti, kurse të gjitha refuzimet të kësaj janë vetëm polemizim dhe kundërshtim i tekstit me logjik. E lutim Allahun që të na ruaj nga ky lloj devijimit, sepse kur njeriu për një çështje të vetme merr guxim që ta kundërshtojë tekstin me logjikën e tij ose logjikën e tjetër kujt, se ka shumica e tyre nuk mendojnë me logjikën e vet. Mjafton tjetër kush ka menduar për ata dhe i tregon se si duhet të mendojnë. Nëse një herë kështu bën, atëherë në secilën çështje e merr këtë devijim. Sepse ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna." Do të thënë le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse do t'i ndodh fitne. Edhe fitne, ka thënë Imam Ahmedi, është për qëllim shirku. Do të thënë do të bien shirk. Edhe ky rrezik është për ata që kundërshtojnë urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë si është rreziku i atyre që bajnë logjikën e tyre ose logjikën e udhëheqësve të tyre mbi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe mbi fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na ruaj nga secili devijim dhe lutim Allahun që të na japë kuptim të drejtë në fe dhe të na japë vepra të mira të pranuara te ai subhanahu wa taala. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.